funksionimit. A mos po them diçka të pavërtetë, se sot u zgjodh qeveria amerikane. Po e di. Unë që jemi se Po tash që njëra nxjerr kurtit. Tash s'ka presion Amerikën. Për pak ju ke ikë se kishin inkorporuar dhe këta pjesë të komenteve që çuça banin se ka qenë atje. Po, se atë një përfundim të tillë, një largim të tillë të presidentës punën, veprimin, gjestin, ndërimin, më të modhin që e ka bo Albin Kurti, sa ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është ndërimi që ju ka bo dëshmorëve të kombit vëllezërve Bytyqi, edhe takimin me ushtarët Atlantikut, kur gjë tjetër s'ka bo në Amerikë. Asnjë punë të harit s'ka bo. Është taku në përhall të kombeve të bashkuara, si po Halili, si u kona dhe Mozambia, ku shëngon atë. Kështu që asnjë punë të harit s'ka bo, asnjë takim të rëndësishëm për të mirën e këtij vendi s'ka bo. Jo vetëm Kurti, por as presidentja, as ministra e punëve të jashtme. Kështu që mirë është që kanë shku, mirë është që kanë të drejtë me shku, se Amerika mund edhe mos me të lonë me hiç brenda, po megjithatë ata në listën e zezë nuk janë dhe munden me lëviz. Por ashtu që kanë shku këta duket, ne kështu kemi pas vizita dhe në vitet e kalume, ose në qeveritë e kalume, që u nalshin aty në hall, mja bo veç me dorë presidentit, qoftë Biden, qoftë Trumpit. Kështu që për mu është një vizitë që është dashur me shku, është një vizitë e kohët, është një humbje kohe, më mirë dashur me najtë këto, me një fushatën e me fituar në komunë, e me binë qytetarë se sa që kanë shku atje.